Bie prej e grabitjes për të 10ën herë kisha e Shën Gjergjit në Libofsh në rrethin e Fierit. Persona ende të pa identifikuar kanë grabitur sërish objekte antike dhe me vlera historike e kulturore në kishën që daton që në vitin 1776, e cila ka marrë dhe statusin e monument kulture dhe ruhet nga shteti. 2 javë më parë në këtë kishë janë grabitur 2 koka luanësh të vgdhendura në dru, 237 vjet më parë. Veç këtyre objekteve, autorët kanë vjedhur herë të tjera dhe 2 dyert të kishës, ikona e tjerë. Albi Prifti, punonjës i kishës së Libofshës, thotë se kisha nuk ruhet nga askush ndaj kërkon ndihmë për mbrojtjen e saj, para se ajo të boshatiset të gjitha nga hajdutët e kishave. Ka qenë koka të gdhendura, kishte edhe domethënë formën e lezhëve të luanit, si ta shpjegoj. Krifën e luanit. Po, krifën e luanit. Ishin rreth masisë 15-20 cm, ishin gozhat trasha. Ishin me shumë vlerë. Gjithmonë për tregti, se këtu gjitha gjërat e vjetra kanë qenë gjëra me vlerë. Gjëra antike, rreth mbi 200 vjeçare domethënë. Kisha e Shën Gjergjit në Libofsh shërben jo vetëm për rritjet fetare të banorëve, por vizitohet edhe nga turistët. Policia ka nisur hetimet prej kohësh për sendet e vjedhura me vlerë në këtë kishë, por deri tani askush nuk është vënë para përgjegjësisë si autori këtyre vjedhjeve.